Të dashur vëllezër e motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ju përshëndesim dhe ju dëshirojmë mirëseardhjen në emisionin Rregullt të përjavshëm i drejt për drejt të kontaktues, rruga e ndriçuar, ku ju mund të inkuadroheni me pyetjet e juaja në numrin e telefonit që do ta shihni rregullisht poshtë ekranit. O nderuar, selam aleikum, mirëseardhjet. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Me qenë se kemi pyetje të shumta edhe me shkrim, para se të inkuadrojmë domon telefonuesit, marrim pyetjet e radhës to me shkrim. E pyetja e parë ka të bëjë me abdesin. Thotë përderisa në fillim të abdesit, i lajmë shuplakat e durave deri mbi zog. Atëherë kur vijmë te pastrimi i duarve deri mbi bryl, a duhet patjetër të pastrojmë edhe një herë nga maja e gishtave apo mjafton nga zogu deri në bryl? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahun e madhruar e falenderojmë, pejgamberit e bekuar salavat dhe selam e dërgojmë, familjes së tij të nderuar, shokëve të tij të respektuar dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanëve të cilët rrugën e atij burri të madh derisa tek kësaj dite kanë ndjekur dhe kanë pasuar. Pastaj lamja e duar e shplakave të duarve në fillim të abdestit është sunnet. Nuk ka farz, është sunnet, vetëm sunnet. Por mundet njeriu t'i lajë edhe me niyet farzit. Pse po them këtë? Sepse në bazë këtij niyeti që ka bë ai, personi që merr abdes, a ka bën niyet për sunnet, a ka bën niyet për farz, varet pastaj edhe a ka nevojë me përsërit edhe një herë kur t'i lan duar deri me bryla pasi t'i lan syt, apo nuk ka nevojë me përsërit. Respektivisht, ai numërohet abdesti plot apo jo. Sepse nëse ka bën niyet për sunnet, ku me të farzi, atëherë e ka farz pëjma e gishtave deri me bryla. Ndërsa nëse ka bën niyet farz, kjo pjesë është la, pastaj fytyra, pastaj kjo pjesë tjetër, për ka humbë renditja dhe humbë edhe sevapi. Kështu që nëse i lan duart fillim, pra për sunnet, shumë ulema kanë thonë se ka farz me la krejt edhe një herë. A nëpse hanefiti kanë disa mendime rreth kësaj meseleje. Ndërsa nëse ka bën niyet për farzeve që ka kry, mundet piktuhet, por e ka lanë mangu, sunnetin. Edhe kje kanë thonë e kanë krahazu Ibn Abidinit se këtë mesele, edhe të tjertë, Ibn Nujim, Bahr al-Rai, këtë tjerë, ku flasin për abdes, shumica atyne, ka thonë, kjo i bie sikurse për shembull ditë xhumas. Ka thonë ditë xhumaje, njëri ka nevojë me pasru pe pastërtisë së madhe. Por harran, apo nuk i bjen mene, apo nuk i bën niyet, a mu lahet për xhuma. Që për xhuma është me pastru sunnet. Por rëndësishme është ka bë gusl. Tash nën të futet edhe pastërtia që është më e madhe farz për gusl, por nuk e ka sevapin. Farzën e kreu, për sevapin se ka. Edhe këto farzën e kreve, për sevapin se ke. Andaj, për mes me pështjel, se kjo është pak ma mesele, pak ma shkëndësore, pak ma detajuar, dhe mund dikujt i përzijet ka pak, themi, duart me lanë në fillim, është sunnet. Sigur se me shtinë hunën gojë që është sunnet. Syt me la është farz. Pastaj me la durt, deri me bryla ka thonë Allah. Dora është për këtuj, deri këtu, me la. A nëpse ke lanë fillim, laj prap, japi me skres dhe laj edhe kamt. Je i sigurt në abdest, po edhe ke qore nditjen, edhe ke sevapin e madh të abdestit. Atë kalojmë te pyetja e dytë, thotë një pyetje, a ka të drejtë burri që t'ja marr rrogën gruas e cila punon? Dhe nëse ja kërkon burri, atëherë a është gruaja e obliguar që t'ja jap rrogën, duke ditur që edhe ashtu gruaja shumicën e harçit të shtëpisë e blen me rrogën e saj. Jo, nuk është kusht duke ditë që blen, ashta e blen, ashta se blen. Ja, ka detaj këtu, nuk futet këtë një thes. Jo se ka gra,
Ka gra të cilat komplet rrugën e kanë për luks. As një cent burrin shpes ja merr. Tamam? Ka gra të cilat këtë rrugën e qenë në shpes, sen për vetës lojnë. Ka gra të cilave burri hala pa marr rrugën, pa më dispresin mja marr grave rrugën, thu që omet në ka fshat grus, a që me thonë omet në dinar të grus. E të vetën e runë atje, ose këta djune, e tani me të grus, mërë shpenzim, haqen shpenzime këta djune, por e len grunë keq, për që aponën ajo. Andaj, këto dhe me gjithë mesataren. As pas me bëhe zëllum burrit, as pas me bëhe zëllum grus. Andaj do të me shku ren. Do të me shku ren. Apo dënë si mbas fes, ndë gjevlan, në hoxën ti. Spari, gruja nuk ka të drejt me punu pa lejnë e burrit. Dhe të dhja ja. Për me dal për shpis, me shku me punu, dhe të leja e burrit. E dyta, burri e len gru me punu, ose pse ka qef gruja, nështë s'ka nevoj heq. Plet gran nuk ka nevoj me punu, se burri ka biznes, ka idare të mirë, ka kushtet mira, thët nuk kemre nevoj për rrugë, kjo dhe të pakam që për shemull mësuse të zami. Në me mësuse me kanë për mendimin tem, është punë shumë e qmuar, shumë e vlefshme, sepse i edukon rinin, i edukon gjeneratën. Arsime është të shkeltyshëm. Arsime është për punëve, tash më dhamë punë të shajta, nuk përdu me hiperbolizu. Të lumt, shumë fisnike. Shumë fisnike është. Andaj, ai që e dë shkencën, ai që e dën edukimin, ai që e dën popullin e vetë, ai që e dën gjeneratat e arshme me qenë, më të mirë se sa ne, ai është në gjendje me qenë mësim dhënës edhe pas një cent. Ose jo për nevoja që ka, ta nuk e lujnë pa pare, por po du me kontribu. E rëndësishme. Pra, burri do të me liju grunë me dalë, me punu. Në ndë, për balë kësaj, burri pëlshën pa në hak të vetin. Pse? Sepse hak i burrit nga ana e grus është që kur gjenë pej pune, gruja me kanë të shpia, mja bë bukën burrit, me prit burrin që shdohet me prit, mja duku thmin, mja zoja shpis, për qa qote zoja shpis ajo? Për qa qote zoja shpis? Me dalë rrugve, e me shku me pënu në për kompanit huja të ditëna, nuk e zoja shpis ajo. Kuptim të plot e zoja shpis e kur kujdeset për shpi pe as dhe në zhë. Krejtu burri për e lishon pe. Pra, ka mundësi burri vjen për i pune, do të me hangër me qilë fotografirë, me hangër bukë që ka me dja për dje. Ose me hangër rrugës, ose qatë hermenis me bë bukën vetë. Për lishon pe. Fëmin së mënja edukon si duhet, sepse nga rata lodhet. Për bolë kësaj në atash, për bolë kësaj, që përshën burri pe, atër burri ka drejt me thonë grus, të një pjesë të rrugës, ma jep mu. A në pëse është njërë se jotja, sepse mos harre dhe këto, pare e grus është njërë se sajna. Sigur se pare e burrit, rruga burrit e njërë se burrit. Po njërë se jotja po, për me lejnë tem, me mirantimin tem, dhe të lëshu në pen hak tem. A që është të fisnike po, për dhe sa përshej pen hak tem. Atër të lëshu dhe të pen hak ten, në veçanti kur pohojna bashtu pëpina, dhe të një pjesë të rrugës me mu, respektivisht e qojna në shpe bashkë. Një gjysë të sajna, një pjesë të rrugës, që ka të dushba me tu. Sepse njëri kur pënën, instiktivisht, është natyra njëri ka qenë pas një dinar në gjep të vetë. Ka dhe nevoja personale. Ka dhe pa nevoja, ka dhe lukse. Mbi nevoja. Njëri kur pënën, ka që me shu disa lukse. Me bled diçka që ka qef, nuk ka nevoj, po qef. Dhe pse mës me bled aje zoja që po pënën? Andaj mja marrë këtë paret, e mi lave sa për nevoja gjëna.
I bën kapak zullum më dru. Andaj me gjithë me gjithë një mesatare, me gjithë një mërkuptim. Këto që do të me qenë të dytë të kuptueshëm, jo të shtrënguar dhe jo punë me inati. Me thonë ti po më shërzën mu se je burr, ose me thonë ti tash je hin punë, grua se s'po format mu s'me hap rrogën, nuk shkon kështu jeta bashkëtorë. Nuk shkon. Parët me pas bashkë, e mira se bashkë me pas krejt. Gruaja merr sa ti vyn. E sa i vyn, se mbas nevoja, eventualisht do një lloks po patë pro. E burri shkret se zakonisht burra, se zakonisht këta lukse nuk bajnë. Zakonisht burrat nuk bajnë lukse. Se burri zoti shtëpisë, ai luks ka që për fëmijët e vet, e për gruan e vet. Shumica burra që ashtu janë ana. Na mos më na ble grato se dikush pe djemve na buakia më vjet, sa s'blena për veti. Apo, që ashtu është, s'blen, ti nikmish nuk ta blen. Pra nuk burrat janë më ndryshe. Andaj do të më gjet një mirëkuptim mes vetë çifti bashkëtorë në mënyrë që mi shku jeta marrë mirë e rahati e lumturi. Allahu Allah shpërblet falënderit. Atëra kemi edhe një pyetje për marrëm që ka të bëj po ashtu me abdesin, por tash mbi mesun mbi çorape. Do thotë pyetja është e arsyeshme që është lehtësimi mesun mbi meste gjatë dimrit për shkak të ftoftit. E vërtet. Por sa është e arsyeshme edhe pse është diskutabile në mesin e dietarëve mesun mbi çorape. Po as më tepër verës, kur edhe hiç pa abdes është mirë që t'i lajmë komt me hjek erën e komëve dhe djersës, sa është arsyeshme të jepet mes çorapave në verës, dorën zemër thotë unë nuk flan zemër, më fal mas një personi që kur vallahi s'mu sa ti se vlas, s'mu flan zemra. Sa është e drejtë, bile këto çorapë e sotme të reja që qartë, është e mesela as mund në flaj zemra si fije. Edhe nuk e di aty në vetë që flan zemra, atyne që falen. Unë nuk e di që flan zemra atyne, mi dhanë mes çorapave të grava. Të në çorapa të holla, si të grave të burrave, veç që kanë gjyrë, për ndryshe sens milan pe kama ja. Gjema dikan pe 4 mëdhëbeve, 4 imamave. Gjema dikan pe 4 imamave, nxënësave tyne, edhe nxënësave tyne, të cilët kanë thonë se bën me dhanë mes në çorapave që kemi nesat. Tamam, ata në kuptim të përgjithshëm, vija trashë kanë pajtut 4 mëdhëbet se bën me dhanë mes çorapave. Po, Ebu Hanifja njëherë ka kundërshtuar dënxanës atë vetë është mesele njohur kjo, edhe të din e ton ata që njohin ka pak fekun e Hanefive din. Ebu Hanifja ka ngul kam ka thonë hiç bën të më kanë qenë pas çarët lëkurës, thuhet 3 ditë para se me vdek e kanë rrufet fan. Ka thonë bën me dhanë çorapa. Por çorapa emrin nga ana gjësore po, por 4 mëdhëbet pastaj kanë qitë kushte, nuk janë të gjithë të një unik rreth kushteve, dikush shtrëngon më shumë, dikush shtrëngon më pak, por që të gjithë sillen rreth asaj se çorapa do të qenë të trasha, të cilat mundesh me ecë me to. Qëndroj vetë ka madje ka thonë me ecë gjatë atë sa shkurton namazin, që bie 70 kilometra dhe nuk të shkyen çorapat dhe nuk të hinuin to. Në anën tjetër, çfarë çorapa ka pas në kohën e sahabëve dhe në kohën e 4 imamave kur ka pas çorapa sikur të thotë se që janë estetike për estetik? Të nuk kemë ta mbrojt komën as për ftat as për nxehti. Këto janë estetik. Ka gjë më shumë. Zinete për dor populli. Shut verës për flasun. Andaj këto çorapa, këto që emre kanë çorapa. S'kan të bëjnë me çorapat, të cilët për to kanë fol fukahat. Tani ata kanë diskutuar, a me qenë lëkurë veç lëkura poshtë, pel poshtë lëkurë, a me qenë edhe nalt. Kanë dhënë kushte kallablak, por nuk kanë thënë se do të me qenë çorapat e holla, çfarë do çorapat qofë sikur se sot. Këtë fatva kanë ulemat e vërshëm. Disa të Saudis, Allah i pas mëshirut, dhe kanë vdekë, dhe në gjallë, e kanë marrë se lehtësim, disa jenë pak më të vjetër, ama dhahërit e kanë. Sepse dhahërit i grahin ata, marrë ata ka të kosën e gjanat, i rokës e në gjanë, qatë kap hadith ata e futin në ta. Qka që, qatë kap hadith ata thëjnë karë me hadith ashtu edhe, ata kanë thonë, për tjertë nuk kanë thonë, për ata zotë të tyne si ka dhonë bereqet në fikon e tyne, Allah i pas më shëru, burat mirin kanë, për se kanë qëllu, ama burat mirin kanë, nuk diskutohet e mesele heq. Kështu që po thotë këvlau se ke motra, namazi, ka diçka në fejtë zotit, që dohet me shtërëngu ma shumë sa namazin?
do m'ja bë këtë pyetje se cili? Ka diçka që do të më shtrëngu robi më shumë se sa namazin. E kam për qëllim ka i sigurt. Kujdesi shtuar të lumt. Kujdes ka diçka tash më mirë me përsërit, që do të më qenë kujdes i shtuar se sa namaz. Një vëllai ditë në xhuman e pash, unë shkova i shulaj në xhuman për lidhje me namaz, me sinqë namazin, dhe ta 7 po vesin këtë far, ai thën shortë këtë dingu. Po. Kur ai kishte gjë nuk ka në familje kam kërëç, them ule kam kërëç, shul, edhe i kishin ngushtuar deri në gjysmë kofshë vallahi nderoft. Edhe çka ka bë? Ç'do të më fala? Ty bënë njoft ata s'di kush ke. Sonë thamë pa njoft. Ajo më lidh janë nisë ku për mut gatën pasha Zoti po tash o valla namaz hoç ta pasha Zotin unë jam serioz namaz lejam po nuk e di bre kishe bash gata po që ula. Po që jon kampe di që të bin këtu tamam. Nuk do këtë guni. E kur bësh nërku, kur bësh sejdë, o valla thash namaz është. Namazë nuk bëhet hajgare me të. Nuk përsëritet më namazën e falëm. Dhe në kiamet më shkaje gjuma. Andaj nëse nuk e kujdes e pash që kuptoj shumë seriozaj dhe nuk besaj, më tha kur s'këtu s'ka më vesh. Namazë kë. Namaz me pas kujdes shtuar, hajgare më zbë. Çështja tjetër që tha verës e dimnit, lehtësimi Zotit është lehtësim, si për verë, si për dimën. Tani a vjenera të komës, vjenera i jap meste për dëmili, a thjesht do në përvuq me maqat lecim, që është e jotja. Që se puna e nëllëtim kërije, ti ke drejt me prish Amazonën vla. Të e hana e prish, të drejt ki. Se vere se dimnit, se untove se nuk untove, të drejt ki. Lecimit kër të ka dhonë feja lecimit. Në mestet, Allah pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka lecu neve, çështjen e mesteve. Alayhi salatu wassalam është veç për këtë met. Mestet janë lehtësim. E tani ky lehtësim i kryen punë shumë njerëzve, plegjve, verdimën. Aty që kanë probleme me korrez, me peshtrans më nuk gërbau. Sa njeriu sot ka problem me krros me lakamt. Ata nuk sa punë dimën verë, po problemi është ndetit. Policia në tonë ditën detyrë. Natën kanë me rujt tonë ditën. Ta natën kanë me rujt bakije. Në tëre në kom fjallën të ngratit ai i vjetë në zanë sabaho, e ka nërka uje, s'ka uje atë, ushtëria atje në për dëtyrat vete, në për male, në për trajnime tjere. Lehtësim i Zotit. Vesh le të mathin qërap të trasha, të pesgati, më starë qërap të trasha zëtni, apo do të meste po, apo do me dhamë lehtësim po, qërap të trasha, të dime propare, theshtë në qërapat leshta, apo edhe qërapat vënicës, e ty benedike vënicës, është që pa qyshash, duke di që thëjnë në gjuhën Shqipe, vënicë, a i thëmë vënicë, a i thëmë gjithë të shperje. E qëfar që thëmë vënicës në ryshe? Vënicë, trika, ne nuk e di që shfarë shperje ka. Tjetër populli unë e dinkit fjallë marishën ana tona, të qërapat të gjampjene i marishën, kanë shumë butat mira i marishën. Pra qërapat trasha, të cilat ne i quem qërapat dimnit, hajgare me din, mëzba, me respekt për të gjithë, kjo është fetva jam, ndimi jam, edhe se kam njëtë ndryshu këtë fetva. Jo, tybe. Allah shëblevët edhe besoj që edhe dëgjuesit e shikuesit e kanë marrë edhe përgjigjen që sa kohë edhe ka ardhur kjo pyetje. Atër pa i lëmë me prit ma gjatë telefonuesit, e inkuadrojmë telefonuesin e parë. Alo, selamu alaikum. Aleikum selam. Urdhani, cila është pyetja juaj? Du m'ja bo një dy pyetje hoxhës, nëse ka mundësi. Vetëm urna, po ka mundësi. Jam një motër muslimane, jetoj jashtë, jetoj veç me djalë, kam djalin nëntori ban 9 vjet, është me autizëm, me autik. Edhe kur të fali namaz shpesh më del përpara, ja kom spjegu shumë herë, por çdo ditë ja spjegoj që nuk ban, po ke ka të farë smujën e vetë. Edhe nuk pe kupton, është gjyna. E qartë, po. Pyetja e dytë? Pyetja e dytë është për namaz. Shpesh herë më ndodh që kur t'jam në kamë ose në sejdë, ma rrog djalin kriza, edhe unë e losë namazin në moment me një rënd edhe nga ste djali. A e kam gjyna që ndërprehi namazin, masane tani e fali kur qetësohet djali, e fali pri fillimit, ama për momentin kur ta rruke kryza e lo namazin edhe nga sti djali. E qartë. A jam e qartë? Pa, shumë e qartë. Faleminderit edhe Zotë Shërblet, tash në merrni përgjigjen nga hoxha. Faleminderit. Allah ju rujt.
Amin edhe juve. Amin gjithë. Se përket me dalë djali për para, unë më duke tha se ke spjegu. Unë e kom spjegu, po nuk kam thonë që e brish djali. Asnjëherë s'kam thonë. Jo, veç ka dosh më thonë që çka e prish nëse del diçka për para, ata shpo do me pyet konkretisht për djalin. Tamam, po do që unë... Djali autek në mbjetësh. Tamam, po nëse kam kuptu mirë, se kur se tha që ke spjegu, unë e kam spjegu, po nuk e kam thonë asnjëherë se fëmia e prish namazin. Asnjëherë. Madje namazin nuk e prish asgjë. Namazin për para me dal asgjë nuk e prish. Tamam. Tash për shme hinë detaj këtë mesele se po se tani dalim të Imam Ahmed atje të Imam Ahmed që ka thonë të namazin e prish gruaja, namazin e prish qeni me dal për para, edhe pastaj që është përgjigje Aisha, e që është përgjigje Ibn Abbasi, ndo mesela të, por në kuptim të përgjithshëm namazin nuk e prish asgjë. Kush del për para namazin nuk ta prish. Aq ma pak për fëmi. Bile, fëmijët e vogël, kur kajnë, edhe fëmija bashkër të falë nanave që këni kapet për kamet, mushet menja që kënë siklet madhë, që di që tash këtu lujt, set nanave të namaz, ku me ditë që perceptane, ku me ditë trunit ti që shja kap atje, e i shkan, e ullit për para, e kanë, ja kap për kame, veç më kap ti mu hopa. Ka pe hopa maje fëmin, e namaz. Veç me folë më s'falë, ka pe hopa maje. Ose afro me një dorë ngatë, kishe për ledhatej, që atë dënë fëmija që ti me qeni koncentrun kishe me ta, kishe që jeti me ta, që ashtu e dënaj. Që jetu marrë me ta. Jetu marrë me ta, e dënë që ashtu, psikologjia e tina, kishe që jetu marrë me ta, e vazhdo namazin. A nëse këtë dëtërosh me kap hopa, për mja nalë brimen, vajin, maje, hopa, kur të beshin në rukull sho, poshtë, që është naltë, tani bjene në sejde poshtë, me një ndërë mërësh me majtë kapak, kishe me ledhatu, me prek, a i t'him qaf kapak, e sene ka dale, largan, e bën dy sejde, apë të ka popa naltë, dhe nuk e prish. Kështu ka vepru, ngjajshëm, pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam në namaz. Pra nuk ta prish fëmia. Veçanti kur fëmia jot është e smur. E njëjta gjë është për pyetjen e dytë, nëse fëmia kap në çështë tha kemo një krizë, shumë po krizë tha, kap kriza, e prish namazin, tamam, kjo veprim i duhur. Kjo është veprim i duhur, nuk bën me lan fëmijën atë krizë ti me vazhdu namazin. Nuk bën, madje namazin më është me prish edhe në raste tjera, më të vogla se kaq. Për shembull, tutë se fëmia po dal në ballkon e ka harru derën qel. Edhe ka frikë se fëmia afër nga ballkonit pas pa del poshtë, te kur bjen mo e pat, ki drejt të prish namazin për me shkon kap fëmijën. Ose e ke shti bukën në zjarm, pitën e kishti në zjarm, gjellën, ushqimin, edhe ta shto kujtum namaz që ku për mua sas. Dhe të për namazin a e shkaj. Ki drejt me prish. Tamli dërë me guf atje, ki drejt me prish namazin. Nuk bëhet name, është dëna pet. Elhamdulillah për Zotit. A ti kofshin falë. Ta shpytja ato, a... Do më thamë këtër me arsye. Për fillimit namazin... Po për fillimit, ja për fillimit. Po. Atër, marrim pyetjen e radhës. Alo, selamu alaikum. Aleikum selam. Por nane? Edhe selam për hoxhën tonë të mishë në Kosovë. Aleikum selam. Vesh një pyetje, hoxh ndoshta me ditë për shembull, a kena drejt mu lut, e nëse kena drejt mu lut, a na pranohet lutja për shembull mu lut për dikon, që ase kena fesasfar as është i gjakut, për shembull e kish shok ose shoqe, e lutesh për ta, ka nevojë diçka, ka nevojë për lutje, a na pranohet lutja hoxh neve, po që se kem kur gjë hiç. Se kem fare fes. Po, se ke as fare as fes, as është i gjakut, ka nevojë për lutje për shembull, po e një, edhe am pranohet lutjet nëse lut nëne për atë person. Qartë është pyetja. A keni pyetje tjetër? Jo, veç që tonë. Faleminderit. Aleikum selam. Allahu Aleikum selam. Më thash me s'po ta bërë me lut për qeveri, se kjo kamarak, kjo motra për...
Tha sa ora thot, a bëm më lut me që ta formoj tani qeveri ta politikanat tonë. Lutoj motor. Po, lutoj motor, lutoj edhe para të lutoj. A komarak jo fort. Ke komarak ta i ka 2% të veçanta ka kjo të politikës kjo motra. Po i motor qysh nuk bën më lut. Qysh nuk bën më lut, la ilaha illa Allah. Na muslimant lutëm për ata që njofën e që nuk njofën. Allahu që ka thonë Koran, suratul Hashr, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. O, dhe ata që kanë ardhur më pas. Ata që kanë ardhur më pas. Thonë, o Zot, falna neve dhe vllaznit ton. Ata që kanë para neve. Pra falë këtë muslimant. Këtë muslimant. Pra Allahu për i lavdran. Për i lavdran. Dhe më thonë, jutëm që për i lejan. Por dhe për i lavdran. Ata musliman që lutën për të tjerët. Për shambull, onë në të zame babën tënë, babgjyshin tënë, ose nanë tënë, ose të se këm njoft. Por i përmenti, Allah e pas më shiru. A o luta për ta? Ose përmeni plakt mirë, që kem su për i ti, që kam bërë mirë në anën e juve atje. Edhe unë e thëmë, Allah e pas më shiru. Ta shumë, se këm njoft. Po, ashtë të se ke njoft në ta, vetëm kënë dëgju, unë të të dëgju ty, lutë në për te. Ose, e përmenti një njeri cili thosht, shumë bërë mirë, por është ka sprovë, e ka këte, në zarë, është i smut, ka bela, ka siklet, ka këte. Allah ja letoft, ja Arabi, o Zot leta, ja Arabi. Prej farimeve, të edukatës, e që është edhe pjesë akides, po ma shumë prek me edukat, me tërbije, me edukim, të muslimanën për fundamenteve, është që ne lutemi për të gjithë muslimanët. Për ata që ka thonë pejgamberi, kjo është teme madhe, me ajete, me hadithe, që ka thonë, këtë sot fërsh, vesh qelen halet, vind të kujtojnë ajete hadithe. A ka thonë e i bekuar, që muslimanët janë se një trup. Kur një pjesë e një trupit dhem, angazhojnë të në pjesë të tjera. Besehre vë l'humma, edhe pjesë të tjera angazhojnë. Nuk janë rahat, nuk janë qetë. Alarmohet komplet trupi. Dhe 10 hadithe që flasë se ne, ai që ndihmon vllaute, ai që ja largon i brengë, ai që kërkon këto nuk ka të bëj me fare fesë. Ai që lutet për vllaun e vet, që hadithe, ai që lutet për vllaun e vet, sa lutesh për vllaun tën, për motrën tonë, Allahu e çon një melaçe para teje, i cila thot edhe ty qoftë ashtu, edhe ty qoftë ashtu, edhe ty qoftë ashtu. Këto kërkon nuk shkruan për fare fesë, për vllai e motër. Ose atje hadithi, 7 persona janë në hijen e Allahut. Në hijen e arshit të Allahut, a ditë ku nuk ka hije për pas hijes të Allahut Azza wa Jall. Dhe 2 persona që janë dashur për hatër të Zotit, janë bashkuar dhe nda për hatër të Zotit. Ata se harrojnë tjetrin. Ata lutën për njëri tjetrin. Andaj prej madhështisë kësaj feje. Prej madhështisë kësaj feje. Është që ne ndikohemi edhe nga në emocioneve për të tjerët. Për shembull në Palestinë, le të qohet dynjaja. Shoqërë Zotit as dysa dynjas nuk është, por le të qohet kajt komplet. Le të bëhen me qifut, le të bëhen kundër palestinezëve, të si musliman, ti lëndohesh. Tash, a gëzën me shprej, a nuk gëzën me shprej, është çështje tjetër, por çdo musliman, kur e sheh çka bën në Siri, çka bën në Palestinë, çka bën ku diun, në Sudan, ku derë gjaku i njerëzve pa faj, pavarësisht kush e derë gjaku, a me zveti, a armiku tjetër, ata në zemra, a i njeh ata? Jo. Sepse është pjesë e imanit, është fryt e imanit. E arrit atë, që dishta me thonë, është fryt e imanit. Fryt e imanit.
Për ndryshe, korrigjoj imanin tënë se punë ti ki keq. Andaj ata që thujnë, se kore tyne, e meritojnë ata. Kush e meriton? Që e të thonë ti. A ki këkar imanit ti në shpirë tanin. Ko për ty. Ko për ty. Për të rje imanin. Për të rje imanin. Vllaznia, prehen, grihen, fëmija, gratë. Ata nuk janë musliman heq. Miliona evropian, miliona të Amerikës Latine, lindje perëndim, solidarizohen me fëmin, me masakra që bëhen ndaj fëmijëve. Ata se kanë shkak feje, për shkak njerëzilloku. Kanë gjendje dhe mëshërie. Dhe mëshëria, e ti si musliman, thuaj së gali atyne, këtë nuk e frytet imanit. Ti ke pikpyetje të madhe në imanin tënë. Andaj, gjithsesi është e drejtë e jonja, madje është sevap, një më lutë, për kanë ndëgjojmë që ka halë nevoj, po lutën në përgjithësi për musliman, po në veçanti për dikant që ki respekt, ose nuk ki respekt, por të thot dikush që janë halë dhimet. Apo e din që ka nevoj më lutë për të, o zët, shliraje, njëri aran burg, pa pikfajt, pëse mos më lutë. Pëse mos më lutë. Të e besën që unë kam qenë i bindun e Zotit e din. Se lutjet e muslimanëve mu kanë nëzirë për burgut. Jo rahmeti këtyne. Se në pas rahmet asë më shtimë në burg. Se Allah jam nëzirë rahmet, tani më mështenë në burg. Jam nëzirë rahmetin Allahu. Por lutjet e qësaj motrës, edhe motrave tjera, që asin një asë më njohin, edhe muslimanëve, me që anë ty që kanë qenë haqë, ishte haqë. Pak ditë pas e shkojnë në burg, ishte haqë, dhe shë në Arafat kanë me lutë muslimanë për mu. Allahu nuk ka me ja u këthy lutjet aty në mrapa. Asë më kanë fara s'fes. Lutja për vlla nuk thejet mrapa me emrin Allahut Azza wa Jall. Po që dërua Allah shpërblet, tani është koha për një shkputje të shkurtër dhe rikthehemi pas pak. U rikthy përsëri në studio dhe pa humbur kohë e inkuadrojmë telefonatën e radhës duke mos e lënë të pres më gjatë. Alo, selam aleikum. Përshëndetje. Përshëndetje, urnani. Kam një pyetje për Hoxhën e nderuar. Vetëm urnani. Na ju kanë njerë, për nësë kur përfolim sunetin edhe forzin. Po? Do me thonë, kur përfolim sunetin, në seqde po lutjet që i kena njerët me bo, për bojna në seqde. E dishta me vetë Hoxhën me di, a është gjuna më folë që ashtu, a kur është ma se vokë më folë, a ban që ashtu më folë në seqde, po në gjuhën të normal, se gjuhën arabe nuk e dina më lutë, këtë qysh me thonë. E qartë është pyetja. Keni tjetër pyetje? Jo, zoti ju shpërblet. Amin, gjithë edhe juve. Selam aleikum. Ty shta, motra? Ta falem farzët dhe sunetet. Po zakonisht bëjmë lutje në sejdë. Tamam. Në sunete zakonisht dhe bëjmë në gjuhën tonë. Po. A ka gjuna që veprojmë shtu, se thana në arabisht nuk dimi, po i bëjmë. A ka gjuna. Domthon fjala praktikimi i kësaj lutje në sejdë, në sunete. Jo, motra, na e kemi thënë më shumë se një herë se lutja në gjuhën shqipe në farz nuk bën. Nuk bën farz. Në farz bën mu lutë me ajete dhe me hadithe. Bën mu lutë me ajete dhe me hadithe. Nuk i din e fal farzin si obligim, si farz dhe jep selam. Mas farzi lëto që ka të dush, apo lëto në nafile, namaz, në seqde. Apo lëto edhe mas farzeve, edhe lëto edhe në seqde. Në përgjithësi, në namazet nafile, bën me lutë në seqde. Në gjuhën shqipe. Bën me lutë namazën e vetrit, e që është kohë e lutjes. Vendi për me lutë është seqdja, po vendi për më lutë është edhe
ku ti qesh durt namazin e vitrit, rekatën e tretë. Doja kunutit lut të shqip, arabisht nuk e din, lut të shqip çka ta dën zemra. Edhe në sejdë lut. S'ka dert. S'ka dert. Qoftë sunetet e ditës, qoftë namazën nafile. Më e mira, tash më shku ma mirë, është namazet nafile natën që falet. Me lutë Allahun sejdë, është kulmi. Kjo është me nalta. Natën, me që më falë, në pështash nata është shumë shkurt, po hanë edhe në mësatësis, namaz natë është taj, po e falë farzin, e falë sunetin, falë një 2 rekat të tjerë nëse mundesh, para se me fjetë, që aty që e pjesë është pjesë e natës, se së në rrima shumë natën me falë. Më falë, pa gjumë, masa bajt kemi që herët e këta diun, edhe në vetë lëtë Allahun asë vëgjel. Lëtë për dënja, lëtë për ahiret, lëtë për halë, për dertë, për nevoja materiale, për nevoja familjare, nevoja shpirtërore, shëndetësore, lëtë Allahun asë vëgjel. Sahabët e kanë lutë Zotin edhe, o Zot edhe kryp qana. Kështu ka në hadith, e që është për qëllim edhe për senet më të vogla, edhe për nallëme për sen. Se Zoti ka ballë. Skursen lutje. Skursen lutje të lumë. Lutje më skurse. Tash mëse lutin fantazma. Fantazma mëse lutë. Se në fantazma më luti bjesë hajgare e punë. Shumë nuk e thot Zotë, o Zotë, bënëm 3 mua dhe njëherë. Ti, po dëmë një thot Zotë, the ligjet për mua, ose o Zotë, bënëm të mu tesim i ujune. Po dëmë të mi Zotë, për ty mi the ligjet, që shë thej për Musa në Alehi Selam, që ja qau detina. Ose o Zotë, bërëm të mos të më djekë zjarëmit, po dëmë me the ligjen e zjarrit, që e theu për Ibrahimin a.s. Dhe tha Allahu, o kulna ja naru, kuni berden, o selamen ala Ibrahim, dhe ne i thamë zjarët, o zjarë, bëhu i ftëft dhe shpëtus për Ibrahimin, po të dhe për tyja, nuk lutet Zoti për mi ligjet e veta, të për ty të barek e vëta ala. Për lutet, robi mërana asaj që e din që jo që kështë në Zotë shumë Zotë, së kështë kur gjonë, ajo Zotë, por më lutë ato të që a ki nevoja, vla, që atë vynë ty për lëmëtorin tane, të dënjas, për të mirat e tua të dënjas, dhe të familjes tane, dhe të shoqërisë, dhe të ahiretit. Allah shpëleft, atër kalojmë të pyetja radhës. Alo, selamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Unnane. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Profil dhe shtat t'ja bëni pyetje, nga kanë argumentet hanefit që vetëm në kohën e haxhit lejon mu bashku namazet i udhëtarëve. Edhe a veprojnë mirë nëse gjatë sezonit verës, pasi udhëtojnë në mbi 80 kilometra, a veprojnë gjatë verës, do më thoni falin veçmas. E shkurtojnë namazin drekës, e falin kod vetë, pastaj i dinë e falin kod në vetë. Edhe se përket mesteve, a bënë, se unë jepë kështu mestën mbi qërapa që jenë të hollë. A veprej mirë kështu. Unë udhëtojnë. Besoj që isha i qartë në pyetje. Po, qartë janë të dyja, tash të ta merrni përgjigjen nga hoxha. Okej, unë për ndërpresi muslimë... Po, na dëgjoni përmes televizorit. Okej, tamam. Ky përmese ka kështash. Po, se ka dëgju më herët përgjigjen. Po, kështu që kë e ndëgjon mëse në emisionin që ka thënë na përmeste. Kështu që ne e përgjigjëm, se tha më herët folëm edhe gjatë bile. Andaj nuk kem nevojë me përsërit të pas parasysh kohën. Tek çështja e shkurtimit të bashkimit namazeve. Mos bashkimit namazës, tha nuk i bashkoj. Jo tha për Hanefit një herë, që tha vesh në haxh. Kur thoshet në haxh mund të kuptohet në haxh kohë gjatë, 3 javë ditë, 1 muaj ditë, haxhi jo. Se njerëz nuk e dinë. Pse ke dëgjuar se apo e din ti? Meselja e bashkimit të namazeve
kur është njeriu në Arafat, në Mina, kur janë rritet e haxhit, në fakt të 4 mëdhëbet e janë 2 mendime. Bashkimi i namazeve është shkak e rriteve që quhen nusuk, shkak nusuket, shkak e rriteve që është pjesë e haxhit, apo bashkimi i namazeve shkak udhëtarit udhëtimit që haxhit janë për jashtë të vit. Dhe në bazë kësaj ka aludojnë fukahat, edhe e ka ndonë fetvan a është obligim bashkimi apo nuk obligim bashkimi namazeve. Sepse nëse themi që është shkak udhëtimit, atëra ata që janë më të Mekës nuk e bashkojnë. Se ata se notarë. Ata Arafati që të dera. Të dera është. Nëse themi është shkak nusukit, shkak që është pjesë e haxhit, ceremonia e haxhit, pjesë e haxhit, atër do të obligohet me bashkon namazet, se që në Mekë, se që nuk në Mekë. E rëndësishme është, Hanefit e bashkon namazet në Mekë, mirë, jashtë haxhit, Hanefit të shkurtimi namazet për udhëtarin janë bukur strikt, ma strikt se të tjerët. Thonë, është vajib shkurtimi namazet për udhëtarin. Përkundër 3 mëdhëbet të cilat thonë është sunnet shkurtimi namazet, jo vajib. Edhe mendoj që këto e kanë mirë. Këto 3 e kanë mirë. Për bashkimin e namazet, Hanefit e kanë një bashkim të namazet të veçantë, që quhet bashkim formal, jo oral, që e bje kjo formal. Formal i bje kanë thonë, sepse kur është thonë Hanefive, e qka i thënë një haditheve të cilat ka nërë se pejgamberi ka bë bashk namazet të time, sahabët të tjertë, thonë, po, këto hadithin e i bartëm në një formë të bashkimit të veçantë që quhet bashkim formal, e që do të thëtë, në praktik, me shtyje dreken, tash 2 reqate është më shkurtu pas e po, me shtyje dreken në bdejnë fund të sajna. Pak, para se me dalë dreka, me falë 2 reqate, me prit pak, një qenia, me falë apet 2 reqate. E që në shikim të parë i bënë bashk, anë realitet, thëse dhe ke falë në kohët vetë, vetëm se njënën në fund të kohës, tjetërën fillim të kohës të vetë. Apo? Këta kështu e kanë. Për këtë mesele kam folur bukur gjatë, nëse këtine i bjenë, librin Fikuj Pakicave, kam folur këtë mesele, bukur gjatë e kam shtjellu atë, edhe që kanë thonë ulemat për këtë mendim. Bukur shumë e forcen këtë mendim Shaukani Nejli Leftar të Hanefive, por kjo është problem. Është problem sepse namazi, shkurtimi namazit, bashkimi namazeve, është lehtësim, po ka lehtësim, ka kështu pja vështërsa njerëzve. Po kjo është vështërsim, mja vështërsu. Pa dhe çfarë sikleti është, çfarë ngarkesa është, tash me këqyrë funin e kohës të drekës, kurso do të ma lehtë, sepse janë mjetet me takvima, me sene pedim, parafarësisht kur, e përpara do të më lodhë me hije. Ma tjene, mës po kalen koha drekës, për të edhe pak këto, regatër, sikur, kur të le djeli, a gati me le, mëse gati me le, mëse gati ku për na ik namaz, për na ik namazi. Të lashe bosh ashtu. Pastaj, ti jovtar nuk përshtatët koha gjithë qatë kohë më falë. Të zamin kësodit, i në rrugë, i këtë të përshtatët koha në fillim, se ti dreka me falë, me krymi qeni bashkë, ose para se me përëndu djelë, dikun ka gjysa e qeni që atërë përshtatët që atërë me bë bashkë, që është letësim, që pëshëjan, namazën nuk pëlen, po edhe nuk po të pengan në ullëtim, nuk po të rëndën në ullëtim. Për letësim, që është letësim. Për letësim më qaj. Me gjithate, unë e fetpane kam, ata që thëjnë të tjerët. Namazën bashkaj leresht
2 recate drejt, 2 recate qindi, pej kur hindreka, deri në fund të qindis para akşamit. Kur dush? Kur të dush? S'kem që i bëjmë hanefive, Allahu në gjennet i qoftë, e neve bashkë me ta, e me ta na bashkovë, se i dojmë shumë, por mja prish ka paka në hername, nuk bëhet. Në ata që e bën ti në shkurta namazet, dhe në çdo kohë i fal, është në rregull shumë, dhe kjo është më e mira. Po që se ke mundësi. Kjo është më e mira. Edhe që s'ka të lashe. E që s'ka të lashe, s'ka kur far mos pajtime së ulemave. Kjo është më e mira. Mi ta zamë të shku për Shqipni, o të në duke shpesh, edhe fali 2 recate, Slatina, ku dy ka prezerena, fali dikun atjen ka koksa, i qenin e fali Tiran, ose të këthi rrugës, e nëzani qenin dita gatë, e fali dikun, nëse kom problem, nalën e fali, po shej dikun, se gjatën, fali 2 recate i qeni. Kjo me mira është, por edhe me bëbash, nuk ka dertë. Allah halë. Allah shëblet të gjënderu për të sharime e shpjegime. Atër marim telefonatën e radhës. Alo, salamu alaikum. Aleikum salam. Por nani, që la shpytja juan? Apo dëgjohem? Po, për dëgjohen. Okej. Po mundohem me konë sa ma shkort edhe ma pjartë. Kam ble një shtëpi me kredi, ka dikun 4-5 vjetë, dhe e kom di paka shumë që konë haram, po edhe jam falë ka pak, alhamdulillah që tash e kam nisë më falë 5 kohët namazit, dhe tash po mbrej shumë dërgjegja për këtë punën e shtëpisë, kredijës. Po du me ditë, a mjafton pendimi, apo duhet me shit, me hek këtë shtëpi, apo që me gëtu? A ke la borqin? Jo, kredia është dikon 20 vite. Që të thonë kështë 20 vjetë, nuk të lëshojnë ata me dalë për gjenohit. Ata, si të shtinja në haram, nuk të lojnë me dalë, të bosh ka me dalë, dhe një rresi mirë jeti këto. A keni diçka tjetër me shtu? Jo, ta e kom. Atër dhe ta me repërgjigje për hoqës. Ta i kanë bo sistemet, disa nuk e di është këtë Evropa, jo. Ta i kanë bo sistemet. Po të shtinjët ngrejt joshe, të ilmane, të shishmane, të zbukarane, të hjeshane, të sa shtë në haram. Se të shtë në thëtë, ja, së ndalë të për këtojt. Na vy neve të shumë i mirje, të na vy neve këto. Ti e në gjenë me dha parë, pa unë s'ti marë, mund parë tu anë vynë dalë nga dalë, pak nga pak. E ti veç jenë të zihesh, 20 vjetë në zadeka, shkën të zotit, edhe i rasën me haram. Që? Ta shkuj po interesohet që ka me bo këtë. është pëndu, e ka kuptu, po tash, a mi ato vetë pëndimi. Këtë do të me kësyrë të fanë mënësi e ka me dalë. Nëse është mënyra me dalë për kamate, edhe të shqitë shpinë do të me shqitë. Mëse për 20 vjetë. Se kata e ka ba, jenë edhe 16. Edhe 16 vjetë, 600 herë më vdesë. Nëse është e vetë mja rrugë, me dalë për kamatës, me hekë qatë malë dhe të me hekë. Sepse Allah ka thonë, fejnë tëptëm, felekum rrusu, e mëvalikum. La të dhlimun, u la të dhlimun. Në komenti këtë jeti kuranore, shëfë që kanë thonë ulemat. Nëse pëndohni, ata kanë pru shambuj, thjesht, konkret, s'kanë thonë me kësa banka, po ta shtu janë bo të bashkohore dhe me letra, o bo haram me letra, o zyrtarizo harami, zyrtarizohet harami, ma dhe ta heshojnë. Një farformë është legjitimu. Pa, legjitimu dhe shtë me thonë, zyrtarizo e legjitimu pa të arqella, me legjitimu, o bo legjitimu është me legjë. Tashmë nuk ka marrë, tashmë nuk është shkelje vepër penale në shoqëri bashkohore, është në rregull, sipas tyne, në rregull krejt, sipas tyne. Runa zot, po ta marrim shembull tjetër. Nëse një njeriu i ke premtu, i ke dhënë parë me fajde, apo të ka dhënë parë me fajde. Se me zërë se ka dhënë, por ti e kanë hall, ja ke marrë dhe pare ke pranu me marrë me fajde. Ja ke marrë 10.000 për me këthit 12.000 euro. Gjatë kësaj kohë e kuptova anë të pendimja se nuk o bëjka ko për mu.
Tash mas e kuptova. A kam bërsh me a këthy 12.000 apo 10.000? Ja, 10.000. Ja, se këthej ma shumë. Në të kondërtën, o pënduaj që mi ka dhanë mu. Dhe e thëtën, ja këmë dhanë 10.000, me mi këthy 12.000. Ja këmë dhanë 10.000, dhe i tjenë hakitina. Allah pa të felëkum rusu, e më valikum. Kër pëndoni ju të akon, aja se akin e dhanë jo. A i ka dhanë 10.000, a ti të akoj 10.000. A ti të me thotë 2.000 nuk më smija. Këthët, jo, e në marrë vesh, mos me përmen. Se shumë ka marrë vesh, dalash, o, burë, kuko për neve. Mos me përmen atë 2.000 tjera. Te parish të këmë dhanë në 10.000, konsideraj që i ki bërq, me këthën 10.000 asë një cent ma shumë. është haki jam unë jem pëndohu. Tamam? Pra, kësë shambull kanë silë fukahat. Pra, robi dhe të me gjithë rukdali për me dalë për haramit. Qoftë edhe me shqitë qatë malë, që me to hinë haram. Por ka një herë ndodhesh edhe me shqitë shpinë të bërë që se lanë së në të mërraj. Së në lanë së të mërraj. Së të mërë, bankë së të mërë. Ose ndo raste e merë, po shumën që ki duhet pa tjetë me dhonë, edhe me kamat. Ketë me kamat, me hik. Plus edhe një shtesë. Kemal, ketë me hik. Që pe del jashtë para kohë. Me hik. Po, që ata nuk i hikën. Tash meselja është ki mundësi me dalë, sa ma shpejt këtë matët dhe të me dalë. S'ke mundësi në asë një rëthan me dalë, nuk të shanë. Je pengë i saj. Aje nuk e thënë parimit e veta për ty. Aje ka regulla. Thëtë të onë, 20 vjetë deri në 2014 të jetë të onë klienti jam. S'ke mundësi në asë një rëthan, të ka mojtë pengë, Zotit falët, me rajës të këfarë të Zotit, Allah në falët. Amin. Zotit shpërblet, kalëm të pyetje radhës. Alo? Alo, unë mali? Selam aleykum rahmetullah. Aleikum selam. Po urnani, cila është pyetja juaj? E kam një pyetje për Hoxhën. Veç fal. Jam një plok. E ju mba për e që për jo nozëve, në kom nuk poj folna, së mojnë kom, bu folna ungjën, a më pranëhet. E qartë është pyetja. Tash të ta merrni përgjigje nga Hoxha. Tamam? Hajde, Regjia është në regull. Po në lemata, se këpëna pengëm të zonë pëna, po. është plak, është të përu për jonazave, falet ullu, nuk mundet kom, është në rregull nëse falet ullu. Po, gjithsesi. E ka dy, edhe pleqëria, edhe... Po, gjithsesi. Allahu të rujtë i loke, namazën nuk bën me lanë. Mbaje mend, edhe të marrësh nëse të mirën Zotë më se dhasht kam krejt. Edhe me me të ratë krejt. Namazën mëse le. Mëse le namazën në asë një rëthan. Runa Zot me tarë puna ty e mu e kujdo qoftë. Edhe mës me mujt me dhanë kush avdes. Mës me mujt me marrë avdes. Mës me pas kush me dhanë avdes. Mës me mujt as të imu me marrë. Se kalën të imu me kush me marrë avdes. Mës me mujt as të imu me marrë. Mës me pas kush as të imu me dhanë. E falë namazin, me i sharete, në qatë gjendje, qatë mënyrë që mundesh, dhe nuk ka nevoj me përsërit. Sepse Allahu ka thonë, fattaqullaha mastata'tum. Keni frikë Allahun sa të muni. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kur ju urdhëroj ju e me bëu diçka, bëni sa të mundeni. Ky plak,
kje plak, ky smut, kje smut, ky paralizuar, kje paralizuar. Qa po bën? Sa po mundet. A po bën se po mundet? E kriju. E kriju. Runa zët në kaluar në shtakadhe sëtë. E marën njeriun e brangosin, e lidhen, dhe e majnë lidh me pranga në burg. Apo? Ta natën, ta ditën. Me javë, për me torturu, se nësani din me qenë i pashpirt. E nësani din me qenë më bish se sa bisha. Këta është kë, qysh më falë. Ose, ka cikni mesele Hanefit, është mesele diskutabile mes Ebu Jusufit dhe Muhamedit, dy nxënësave të Ebu Hanifes. Nëse njeriu nuk e ka asnjë në dorë, kam të se punojnë. Avdesën s'ka kush jep. Vetësën merë. Qysh merë avdes? Qysh merë temëm? Muhamedi thot, nëse ka mundësi me ftyre, fërkën pak murin, me njetë të temumit. Kaq. Edhe falet në qatë mënyrë me sharet. Apo qysh ka mundësi. Sepse Allahu pa thot, sa të mundeni. Bëje sa të mundesh. Pra, kjo lukja, mundet më falullun, elhamdulillah. Po ka mundësi këtë se o gjendja, robë do të me prit, e jam me thonë, se kom prit, që po mje këtë ditë, që po thoi, më sprite më bo nuse, a më sprite me të bo nuse, dhe njëherë me të këthi me të bo, ti që e kanë, njëri ke pas 20, ka dalë, se nuse bosh, po do të me dek njëherë, e me kalu, ka gjagat një udhë, e me dalë para Zotit, e me hynë gjenet, e të në të plaku të në me ta gjithë dikon, me ta gjithë dikon gjenet inshallah, ta gjithë me s'ki dërt, edhe dhe bëjnë bukurosh atje. Pasha Zoti bukurosh atë bojnë që ditë se e bukur bosh, jo 20 vjetë, po bosh 33 vjetë. Amo këtë dënja, ja, këtë dënja ka të poshtë. Prete, pse mësë me prit, pse, që ka mu që ditë? Ka të zemë, që ka mu që ditë? A ty seftet ndodhin këtë dënja nuk e pati njeri smut korra? A s'ke pa njeri të të paralizun korë këtë dënja para të heja? Që po që ditë është? Pe asaj që e ka zgjidhë Zoti për ty, thë jo Zoti jam, e ke zgjidhë ti për më po, elhamdulillah, o Zoti jam. O Allah, mësëm që ma shumë, ja Rabbi, o Allahu jam, rumi me të në kry, ruma këtë gu, e këtë zemër, të adhoraj ty, o Zot. Vesh ty të bëj ibadet, e mësëm le pa ibadet, asë një dito Zoti jam, mësëm le pa namaz, o Allah, mësëm le pa namaz, me adhuru Zotin tënë, sepse për që ta e na kriju, sepse për që ta kena në këtë dynja, me adhuru Zotin tënë, dhe nuk ka sen punë më të rëndësishme, se sa ibadeti. Ibadeti. E në kryet ibadetit namazi. Allahu mos na marrë shpirtin pa namaz, ja Rabbi. Allah shpëlbeft hoxhin nderuar. Ta marrëm edhe telefonatën e radhës, e cila me gjashtë tjetër edhe fundit për sonte. Alo, selam aleikum. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam, po nani. E kam një pyetje për hoxhën. Po. Unë nuk jetoj në Kosovë, jetoj jashtë Kosovës dhe unë kam 2 fëmijë. Në çdo muaj ja u kursej nga një shumë caktune, që nuk lejohet me marrë atë përqindjen që banka e jep në fund të vitit e di. Po, unë nuk lejohet me adhuru qasë pronë. Tamam. E qartë. Po. A po kuptan? Po. Pyetja është e qartë, është ta më një përgjigje nga hoxha. Inshallah, edhe përgjigja është e qartë. Edhe përgjigja është e qartë. Pikës parë dhe të me shikua ka mundësi parët e fëmijëve me lanë në bank pa interes, pa komat, pa cent që thënë atje në Gjermani e Zvicërë. Nëse ka mundësi
Milan për në kursime atje, në kontot kursimeve, pa interes, ne themi këtu pa interes, pa komat, e ki bërq. S'po du. A i thot, po shfrytëzo mënsin. Unë nuk për du atë mënsin me shfrytëzu. Po që i 3% i kinë vete e herë, 10 vjetë e herë, 7 vjetë e herë, ka që të bohën e që ka. Mëse zgatë ma betin, unë jam musliman, 4% ku të bëj kontratën nuk e du. Kallëzëm, e keni që të mënsia, se keni. Po e kena, bema të në shkruj që ta. Po të në të nalën për mirëmbajtje, punë e vogëlisht ajo. 1 euro, 2 euro, 50 cent, mujt, s'prish punë ajo. S'prish punë. Që që e nalën e për rroga të zami. Ne në nalën për rroga ka pak ose për transfer, ose ne nalën ka pak. Tash një bank 50 cent, 1 euro, ty bën e dika se e nalën, po kryesorja, apo, a i nalën ka pak. Po do i nalën e, sa i qatë shepri me bajnë ajo. Edhe ka halal ato. Me nalën, por cënës, komat, interes nuk du. Po që së është të këndër, thot, nuk kam njërë tjetër, pa qarë vetvetiju të banka, atërë të ato i merë, mesele bankës. I merë, por nuk i investon në familje tane kërkon. As në shqimt macave, nëse ki macë. E s'po thëmë qenë, se qenë s'bën me pasë. Po e kanë cikul e matë edhe qenin, nëse ki qenin e gjëtis, që ki halal më majtë, nuk e të drejt parën haram, ja dhanë me ushqimet e qenin, sepse konsiderohet konflikt, se interes hile, që me thonë, s'po di, ka pak se me hile, po në është, që për është qenin me haram, nësë për që me halal, vetëm qenin për mërë për halal tani, sepse me të për përdojnë gjëti, ose me të rujt delet malat jenë fush, ose me të rujt depon ati për hajna po, atër kemi ushqim me halal. A shef? Se hollë feja? Sepse dhe e hynë fondin familjar. Fondin familjar të lumë, sa mirë në reqe. Edhe e hynë, si me kanë të fare familje, si bjenë, ta si për dhja bë me thonë që ashtë, bë me thonë mësë, si me kanë pjesë, fondin familjare. Të më fondi, ose bugjeti familjar, edhe... Nuk e zëmë, as për qenë, as për macë. Të tjere bërë mja dhonë, por jo me jetë sadakas, me jetë me hargjit. Të tjere, për shamë, këtë shko sotë e një këto, mërë që të pare, edhe jebë dikujna, bën mi dhonë gjamia, bën mi dhonë në hajrate dikosh, bën mi dhonë njerëzve shetë që ka pak nevoj dikosh, mërë është të pare. Të s'ka nevoj mi thonë jenë të kamate, si jenë sada, kur gjë, mërë është të pare shërbeho. Dhe gjënë që dikosh i smut atje, thë kam dëgju filani smut, kam është të pare qaja. Të mes tje dhe me Zotit, e kimi hi kamaten. Të njerëzit... Ose edhe në përshoqata humanitarë. Edhe shah humanitarë, po. Të njerëzit, mos e lati për ta. Të ta vlerësojnë që shdojnë ata. Ata më në thonë, ka bërë mirë, gure mirë, për jabë sadak. Të më së ladhë. Të s'kene më mja spjegohet, të më thonë, o njerës, kje ka matës. Ja. Bësh për vete, për familje tane, nuk bën as gjë. As ushqim, as veshbathje, madje, as macës, as qenë, që ka hinë fundin familjar. Hoxhë nderuar, Allah shpëlbeft, Zotin nderuar, me mirat e tij dynja e në ahiret, e ju shikues të nderuar, deri në emisionin e radhës, ju përshëndesim, selamu alejkum, wa rahmatullahi wa barakatuh, dhe miru pafshim.